nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndihni informacionet e përgatitura. Protesta kundër qeverisë vijon edhe në ditën e 14 me qytetarë që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pas tubimit të një dite më parë në kryeqytet, organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e radhës në sheshin Skënderbej. Mesazhet kundër klasës politike dhe kërkesat për ndryshim mbeten në qendër të manifestimit qytetar. Qytetarët janë mblidhur sërish në Tiranë në kuadër të ditës së 14 të protestave kundër qeverisë, duke vijuar të artikulojnë kërkesat e tyre kryesore për largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra. Tubimi i radhës vjen pas protestave të zhvilluara një ditë më parë në kryeqytet, ku pjesëmarrësit shprehën pakënaqësitë e tyre ndaj institucioneve dhe klasës politike në tërësi. Përmes rrjeteve sociale dhe kanaleve të komunikimit, organizatorët u bën thirrje shqiptarëve nga të gjithë qytetet që t'i bashkohen grumbullimit të planifikuar në orën 18 në sheshin Skënderbej. Gjatë protestave të zhvilluara deri tani, qytetarët kanë përsëritur kërkesat për ndryshime politike dhe përgjegjësi institucionale, ndërsa nuk kanë munguar as thirrjet kundrejt figurave kryesore të politikës shqiptare. Shqipëri e re, Rama jep dorëheqjen dhe Rama dhe Berisha Burg janë ndër sloganet më të dëgjuara gjatë tubimeve, të cilat janë shoqëruar me marshime dhe manifestime në qendër të Tiranës. Organizatorët kanë deklaruar se protestat do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, duke këmbgulur se zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet dhe kërkesat e tyre të marrin përgjigje nga institucionet përgjegjëse. Protestat kundër ndërtimit të resortit luksoz në Rjoll janë përshkallëzuar sërish me banorët dhe mbështetësit e tyre që kanë hyrë në kantierin e punimeve. Në mbikëqyrjen e forcave të policisë, protestuesit kanë shembur disa prej strukturave rrethuese dhe kanë kundërshtuar vijimin e projektit. Banorët këmbgulën se toka ku po ndërtohet resorti u është marrë padrejtësisht dhe kërkojnë ndërhyrjen e drejtësisë. Situata në Rjoll të Velipojës është tensionuar sërish, ndërsa banorët e zonës, të mbështetur edhe nga aktivistë dhe qytetarë të tjerë, kanë vijuar kundërshtimin ndaj ndërtimit të resortit luksos që po zhvillohet në Bregdet. Sipas disa ditësh, angazhimi në protestat e zhvilluara në Tiranë, protestuesit janë rikthyer në Rjoll, ku fillimisht kanë ndërhyrë për të hequr rrethimin e vendosur mbi muret e betonit dhe më pas kanë hyrë brenda kantierit të ndërtimit. Ndryshe nga protestat e mëparshme, kësaj radhe forcat e policisë së shtetit ishin të angazhuara për të mbajtur situatën nën kontroll dhe për të shmangur për shkallëzimin e saj. Gjatë protestës nuk u raportuan shoqërime të personave, ndërsa në terren ishte i pranishëm edhe drejtori i policisë së qarkut Shkodër, Gentian Berberi, i cili zhvilloi disa biseda me banorët. Pasi hyrë në kantier, protestuesit përdorën mjete rrethanore për të hequr gardhin me tela me gjëmba, pjesën fundore të zonës së ndërtimit pranë Bregdetit, duke rrëzuar edhe disa nga shtyllat mbajtëse. Më pas, objektivi i tyre u bë porta kryesore e kantierit, e cila u dëmtua dhe u rrëzua gjatë protestës. Banorët deklaruan se veprimet e tyre synojnë të kundërshtojnë ato që e konsiderojnë një projekt të ndërtuar mbi prona të përfituara në mënyrë të palishme. Protestës u bashkuan gjithashtu edhe përfaqësues politik, mes tyre kreu i Lëvizjes Bashk Arlind Qori dhe deputeti Redi Muçi. Resorti Blu Borgo, që po ndërtohet nga kompania Gjener 2 në Rjoll, parashikohet të shtrihet në një sipërfaqe prej 147 hektarësh. Projekti është kundërshtuar prej muajsh nga banorët, të cilët pretendojnë se tokat e tyre janë përvetësuar përmes dokumenteve të falsifikuara dhe më pas janë transferuar tek kompania ndërtuese. Edhe pse banorët kanë depozituar kallëzim në SPAK, çështja është deleguar për hetim në prokurorinë e Shkodrës. Deri tani nuk ka pasur zhvillime konkrete hetimore, ndërsa punimet në kantier kanë vijuar normalisht, pavarësisht kundërshtimeve të vazhdueshme të komunitetit lokal. Media prestigjioze Euronews i ka kushtuar vëmendje protestave kundër projekteve turistike të lidhura me investimin e Jared Kushner në Shqipëri, duke theksuar se çështja ka tejkaluar dimensionin mjedisor dhe ekonomik. Sipas raportimit, përplasjet rreth investimit kanë prodhuar edhe tensione politike dhe diplomatike mes Shqipërisë dhe Iranit. Në fokus mbeten kundërshtimet e protestuesve, qëndrimi i qeverisë dhe reagimet e autoriteteve iraniane.
Protestat që prej disa ditë zhvillohen kundër projekteve të mëdha turistike në jug të Shqipërisë kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Në një analizë të saj, Euronews vlerësoi se debati nuk kufizohet në vetëm tek ndikimi mjedisor apo përfitimet ekonomike, por ka hyrë edhe në një dimension politik dhe diplomatik. Sipas medias, tensionet janë rritur pasi kryeministri Edi Rama deklaroi se një pjesë e aktivitetit online që shoqëron protestat lidhet me atë që ai e konsideron një fushat organizuar në kuadër të një lufte hibride kundër Shqipërisë. Kreu i qeverisë ka përmendur Iranin si një prej aktorëve që sipas tij është përfshirë në amplifikimin e debatit. Këto deklarata janë vendosur në kontekstin e marrëdhënieve të tensionuara mes Tiranës dhe Teheranit, të cilat u përkeqësuan pas sulmeve kibernetike ndaj institucioneve shqiptare dhe ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Megjithatë, autoritetet iraniane kanë reaguar duke mohuar çdo përfshirje të zhvillimit që lidhet me protestat. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka kundërshtuar akuzat e qeverisë shqiptare, duke i cilësuar ato të pabaza dhe duke argumentuar se protestat pasqyrojnë qëndrimet dhe shqetësimet e vetë qytetarëve shqiptar. Në analizën e saj, Euronews ndalet edhe tek arsyet që kanë nxitur kundërshtimin ndaj projekteve turistike. Aktivistët dhe banorët që protestojnë shprehin shqetësim për ndikimin që zhvillimet e planifikuara mund të kenë mbi zonat e mbrojtura natyrore, veçanërisht në lagunën e Vjos Nartës dhe në ishullin e Sazanit. Organizatat mjedisore shqiptare dhe ndërkombëtare të cituara nga mediat paralajmërojnë se ndërhyrjet në këto zona mund të cënojnë ekosisteme të rëndësishme dhe biodiversitetin, ndërsa ngren pikpyetje për puthshmërinë e projekteve me standardet europiane të mbrojtjes së mjedisit. Nga ana tjetër, qeveria shqiptare e sheh investimin si një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e sektorit turistik. Kryeministri Rama ka mbrojtur projektin duke deklaruar se ai do të realizohet në përputhje me standardet mjedisore dhe se një pjesë e debatit publik është ndikuar nga informacione të pasakta dhe manipulime në rrjet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë apel mbështetësve të opozitës që të marrin pjesë në protestën e qytetarëve përpara kryeministrisë. Ai e cilësoi lëvizjen si reagimin më të fortë kundër qeverisë dhe kërkoi mbështetje të gjerë për kërkesat e protestuesve. Berisha akuzoi gjithashtu kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të zbehë revoltën qytetare përmes aktiviteteve politike të Partisë Socialiste. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shfrytzuar një bashkëpunim në rrjetet sociale për të përsëritur mbështetjen e tij ndaj protestës së qytetarëve që prej ditësh zhvillohet para godinës së kryeministrisë. Në mesazhin e tij, Berisha u bëri thirrje demokratëve, simpatizantëve të opozitës dhe çdo qytetari që sipas tij dëshiron të jetojë me dinjitet në Shqipëri, të bashkohet protestës dhe të mbështesë kërkesat e pjesëmarrësve. Çdo demokratë dhe demokrat vendin e kanë atë protestë. Vendin e kanë atë protest. Është protesta më qytetare. Ka një moment historik të jap një dorë, të jap një krah suksesit të kësaj lëvizje. Si qytetar, jo si partjak. Kjo nuk është vizje partjake. Kjo është vizje qytetare, jashtë partive. Të i kalon kufit e partive. Duhet kemi këtë vetdije. Pra duhet ta mirëpresim këtë zhvillim që është absolutisht në interesin më të madh të vendit dhe kombit. Kreu i Partisë Demokratike ka drejtuar gishtin nga qeveria për situatën e krijuar në Rjoll, ku prej muaj zhvijojnë kundërshtimet e banorëve ndaj një projekti ndërtimor në zonë. Për mua është qeveria që ndez të gjithë sherrët. Qeveria nuk mund të jap leje zhvillimi apo leje ndërtimi aty ku ekziston konflikti për problem. Gjatë deklaratës së tij, ai komentoi dhe aktivitetin e organizuar nga Partia Socialiste me rastin e përvjetorit të krijimit të saj, duke cilësuar atë si një përpjekje për të konkuruar ose minimizuar jehonën e protestës qytetare. E patius mitingun e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij, mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit. Në përfundim ai deklaroi se vendi ka nevojë për një qeveri teknike, të cilën e konsideron si mekanizmin e duhur për krijimin e kushteve që do të mundsonin zhvillimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe të besueshme.
Bordi i Transparencës ka vendosur rishikimin e çmimeve të karburanteve në vend duke sjell ulje për naftën dhe një ndryshim të lehtë për benzinën. Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi këtë të shtunë në orën 2 dhe do të jetë e vlefshme deri në vendimin e radhës. Autoritetet kanë paremëruar masa ndëshkuese për subjektet që nuk respektojnë vendimet. Bordi i Transparencës ka vendosur të ndryshojë sërish çmimet e tregtimit të karburanteve në vend, duke reflektuar një ulje të re për naftën dhe një lëvizje të lehtë për biznesin. Sipas vendimit të fundit, çmimi i naftës ulet në 5 lek për litër, nga 188 lek që ishte më parë. Nafta do tregtohet në 183 lek për litër në shitje me pakicë, ndërsa çmimi me shumicë është përcaktuar jo më shumë se 171 lek për litër. Ndërkohë, edhe benzina ka psuar një ulje të lehtë me 1 lek për litër, duke e vendosur në nivelin maksimal për 170 lekësh për shitje me pakicë. Çmimi me shumicë i benzinës është caktuar në 158 lek për litër. Vendimi i ri i Bordit të Transparencës do të hyjë në fuqi në orën 14 të kësaj të shtunë dhe do të mbetet në zbatim deri në mbledhjen e radhës, ku pritet të rishikohen sërish çmimet në varësi të tregut ndërkombëtar. Autoritetet kanë bërë thirrje të gjithë operatorëve të tregut të respektojnë vendimin e përcaktuar, duke paralajmëruar se në rast shkeljesh do të merren masa administrative deri në zhvillimin e aktivitetit. Policia e Tiranës ka bërë publik bilancin e operacioneve të zhvilluara gjatë muajit maj, ku janë finalizuar 58 aksione policore dhe janë evidentuar 1436 vepra penale. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 92% e rasteve janë zbuluar, ndërsa qindra persona janë arrestuar, proceduar ose shpallur në kërkim. Policia e Tiranës ka publikuar bilancin e punës për muajin maj, duke bërë të ditur se gjatë kësaj periudhe janë goditur një sër veprimtarish kriminale që përfshin trafikun e drogës, mbajtjen pa leje, krimin ekonomik, lojrat e fatit dhe falsifikimin e dokumenteve. Në total janë evidentuar 1436 vepra penale të ndryshme, nga të cilat 1331 raste janë zbuluar, duke arritur në një nivel zbulueshmërie prej 92.6%. Gjatë muajit maj dhe dhjavoshit parë të muajit qershor janë evidentuar 1436 raste të ndryshme të veprave penale, për të cilave janë zbuluar 1331 ose 92.6%. Po këto vepra penale janë identifikuar 1376 autor të dyshuar, nga të cilat 247 janë vënë në pranga, arrestuar dhe ndaluar, si dhe janë proceduar 1055 në gjendje të tjerë, si dhe janë shpallur në kërkim 60 autor. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 58 operacione policore për goditje e inventarisë kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtje pa leje, goditje e lojrave të fatit, koncentrave, prostitucionit, krimi ndaj personit, të pronës e të tjerë. Një nga aksionet më të rëndësishme të kësaj periudhe ka qenë ai koduar zonat, ku në bashkëpunim me aksionet e tjera policore janë sekuestruar mbi 2.7 kg lëndë narkotike, përfshirë kokainë dhe heroin. Ndër operacionet të rëndësishme, mund të përmendim 4 fazat e operacionit zonat, për goditjen e shpërndarjes së drogave në afërsi të shkollave dhe zonave të ndryshme në qytetin e Tiranës. Gjatë këtyre fazave dhe disa goditjeve të rasteve të tjera, në këtë fushë janë sekuestruar rreth 2.7 kg kokainë dhe heroin, shumë të konsiderueshme parash, si dhe sende prova të tjera që lidhen me inventarinë kriminale. Operacioni i Rjeti dhe disa goditje të tjera, ku janë sekuestruar 17 armë zjarri, municion luftarake, 6 granata defensive dhe 1 kg lëndë plase. Autoritetet theksojnë se këto rezultate tregojnë intensifikimin e punës policore në goditjen e grupeve kriminale dhe rritjen e efikasitetit në zbardhjen e veprave penale në kryeqytet. Policia e Tiranës vijon operacionet për zbardhjen e ngjarjeve të rënda kriminale që kanë tronditur kryeqytetin javët e fundit. Kërkimet për gjetjen e Eglant Koçit dhe arrestimin e Sadik Llanajt mbeten në fokus të strukturave ligjzbatuese. Ndërkohë, autoritetet kanë bërë publike dhe bilancin e operacioneve të zhvilluara gjatë 6 javëve të fundit. Policia e Tiranës po vijon kërkimet intensive për gjetjen e 34 vjeçarit Eglant Koçi, i cili rezulton i zhdukur që prej 4 qershorit. Hetuesit dyshojnë se ai mund të ketë humbur jetën pas një ngjarjeje kriminale, ndërsa si person i dyshuar për rastin kërkohet Armando Shakaj. Operacionet e kërkimit janë shtrirë në zona të ndryshme të Tiranës dhe Elbasanit, ndërsa në ndihmë të autoriteteve shqiptare është angazhuar edhe një ekip specialistësh nga Kosova për të asistuar në gjetjen e trupit të riut. Dhe aktualisht që po flasim, është një strukturë e posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e
e shtetit England Koçi. Kërkimit janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Aktualisht, krahas shërbimeve të policisë shtetit, në ndihmë na ka ardhur një njësi e posaçme nga FSK-ja, po vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Paralelisht, forcat e Renea vijojnë aksionin për kapjen e Sadik Llanajt, i dyshuar si autor i vrasjes së 27 vjeçarit Ardian Baloshi në Kamës, edhe pse policia ka ofruar një shpërblim prej 10.000 eurosh për informacionet që çojnë në lokalizimin e tij, deri tani autori i dyshuar mbetet në arrati. Duke pas parasysh të rrezikshmërinë e autorit të ngjarjes dhe pothuajse janë ushtruar mbi 20 kontrolle banesash, kryesisht në vendet ku ne kemi pas dyshime të arsyeshme dhe aktualisht vijon puna për kapjen e këtij personi nga për shkak të rëndësisë të operacioneve. U thash edhe në intervistën që dhash para jush, është angazhuar dhe po vijojnë të angazhohen forcat e Renea dhe mendojmë që shumë shpejt do kapet ky person. Gjatë një konference për mediat, drejtori i policisë së Tiranës, Origer Torba, prezantoi rezultatet e punës së strukturës policore gjatë 6 javëve të fundit. Sipas tij, janë zhvilluar 58 operacione policore të fokusuara në goditjen e trafikut të lëndëve narkotike, armbajtjes pa leje, lojrave të fatit, call centrave të palishëm, prostitucionit dhe formave të tjera të kriminalitetit. Si rezultat, 247 persona janë arrestuar dhe vënë para drejtësisë. Në kuadër të këtyre operacioneve janë sekuestruar 2.7 kg kokain dhe heroin, shumë ato konsiderueshme parasht, 17 armë zjarri dhe municion luftarak, 6 granata defensive dhe rreth 1 kg lëndë plasëse. Ndërkohë, aktiviteti shtuar është regjistruar edhe në pikën kufitare të Rinasit. Sipas të dhënave të policisë kufitare, vetëm gjatë muajit maj janë përpunuar rreth 1.2 milion udhëtar, duke reflektuar fluksin më të lartë të hyrje-daljeve në territorin shqiptar. Policia greke ka dhënë detaje zyrtare lidhur me arrestimin e biznesmenit Ilir Shtufi në Selanik pas operacionit të gjerë të SPAK kundër grupeve të dyshuara të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave. Sipas autoriteteve, ai u ndalua pak pasi kishte hyrë në territorin grek, ku arrestimi është kryer me qëllim ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, ku kërkohet nga drejtësia. Autoritetet greke kanë reaguar zyrtarisht pas arrestimit të biznesmenit Ilir Shtufi në Selanik, një ditë pas operacionit të zhvilluar nga SPAK, ku u goditën 2 grupe të dyshuara kriminale, të përfshira në trafikun e kokainës dhe pastrimit të parave. Në njoftimin e policisë greke thuhet se Shtufi ka hyrë në Greqi në 12 qershor, datë që përkon dhe me arrestimin e tij në një hotel në Selanik. Pas të dhënave të autoriteteve, lëvizjet e tij të fundit kanë ndodhur menjëherë pas shpadhjes së masës së sigurisë nga SPAK, çka ngre dyshime se ai mund të ketë tentuar të shmangej drejtësisë shqiptare. Biznesmeni konsiderohet pjesë e njërit prej grupeve kriminale të goditura gjatë operacionit të prokurorisë së posaçme, konkretisht grupit që sipas hetimeve drejtohet nga Luciano Koçeku. Policia greke bën me dije se arrestimi është realizuar në funksion të procedurave për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, ku ai është padur në kërkim nga SPAK në kuadër të hetimeve për trafik narkotikësh, pastrim parash dhe pjesëmarrje në organizata kriminale. Ndërkohë, procedurat ligjore për dorëzimin e tij tek autoritetet shqiptare pritet të vijojnë në ditët në vijim, ndërsa hetimet për rrjetjen e dyshuar kriminal vazhdojnë edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Policia e Lushnjës ka zbuluar edhe goditur një rrjet të dyshuar që merrej me tregtimin e bijuterive dhe sendeve me vlerë të përfituara nga vjedhje jashtë vendit. Një person është arrestuar, një tjetër është shpadur në kërkim, ndërsa 7 administratorë argjendarish po hetohen për përfshirje në këtë aktivitet. Një operacion I gjerë policor I zhvilluar në strukturat e policisë së Lushnjës ka çuar në zbulimin në një skeme të dyshuar kriminale që përfshinte trafikimin dhe tregtimin e bijuterive të vjedhura në vende të ndryshme të Europës. Pas disa muajsh hetime, autoritetet arrestuan një 27 vjeçar nga fshati Kreshpanifierit, I cili dyshohet se ishte hallka kryesore e sigurimit dhe shpërndarjes së sëndeve me vlerë. Njëkohësisht është padhur në kërkim dhe bashkëpunëtori I tij 45 vjeçar, ndërsa
ndërsa 7 administrator subjektesh argjendarie janë proceduar penalisht. Sipas hetimeve, i riu dyshohet se siguronte në mënyrë të palishme bijuteria ari dhe argjendi, ora të markave të njohura dhe sende të tjera me vlerë, të cilat mendohet se kishin origjinën nga vjedhje të kryera kryesisht në Itali dhe Greqi. Më pas këto produkte tregtoheshin në pika të ndryshme argjendarie brenda vendit. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesa dhe ambiente tregtare, policia i gjeti dhe sekuestroi mbi 15 kg ar dhe më shumë se 4 kg argjend, së bashku me qindra sende të tjera me vlerë. Mes materialeve të bllokuara janë 612 ora të markave të ndryshme, 13 varse të zbukuruara me gur diamanti, si dhe objekte të tjera që dyshohet se kanë vlera artistike dhe kulturore. Po ashtu janë sekuestruar shumë aparash në lekë dhe euro, telefona celular, pajisje elektronike dhe prova të tjera që pritet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të aktivitetit dyshuar kriminal. Sipas vlerësimeve paraprake të hetuesve, vlera totale e sendeve të sekuestruara arrin rreth 2 milion euro, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë rrjet. Policia e Lezhës ka finalizuar hetimet për një seri vjedhjesh të ndodhura gjatë muajve maj dhe qershor 2026 në disa subjekte tregtare të qytetit. 2 persona dyshohet se kanë bashkëpunuar për të marrë xhirot ditore të bizneseve duke shkaktuar dëme financiare. Njëri prej tyre është arrestuar, ndërsa tjetri është shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tij. Policia e Lezhës ka zbardhur një skem vjedhjesh të përsëritura të raportuara gjatë muajit maj dhe qershor 2026, ku objektivi i autorëve kanë qenë të ardhurat ditore të disa bizneseve në qytet. Në kuadër të operacioneve të koduara llogarit, strukturat hetimore kanë vënë në pranga shtetasin Manuel Media, 21 vjeç banues në Lezhë, ndërsa është shpadhur në kërkim bashkëpunëtori i tij dyshuar Elger Uka, 26 vjeç. Sipas hetimeve të kryera nga Komisariati i Policisë Lezhë, dy të rinj dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim duke vjedhur xhiro ditore të 12 subjekteve tregtare në qytet dhe duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme pronarëve të tyre. Hetimet kanë nisur pas kallëzimeve të bëra nga disa administrator biznesesh, të cilët kanë denoncuar mungesën e të ardhurave ditore nga ambientet që menaxhonin, duke ngritur dyshime për një skem të organizuar vjedhjesh. Policia bën të ditur se po i vijojnë veprimet për lokalizimin dhe kapjen e 26 vjeçarit të shpadhur në kërkim, si dhe për të verifikuar nëse 2 të dyshuarit mund të jenë të përfshirë edhe në raste të tjera të ngjashme në zonë. Materialet procedurale janë referuar pranë prokurorisë së gjykatës së jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë për veprimet mëtejshme hetimore. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 14 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm dhe i ngrohtë, me dominim të kthjellimeve në pjesën më të madhe të vendit. Her pas here do të ketë kalime të lehta vranësirash, kryesisht në zonat malore lindore, por pa probleme sa i përket rreshjeve. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në ulësirën perëndimore dhe Bregdet, ndërsa në zonat malore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të kthjellët dhe temperatura tipike verore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 32 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 29 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 28 gradë. Tiranë, 19 deri në 31 gradë. Durrës, 20 deri në 30 gradë Celsius. Kavaj, 19 deri në 30 gradë Celsius. Elbasan, 18 deri në 32 gradë. Berat,
19 deri në 33 gradë. Korçë, 14 deri në 27 gradë Celsius. Vlorë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër, 15 deri në 29 gradë Celsius. Sarandë, 20 deri në 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 14 qershor 2026 do të karakterizohet nga mod pjesërisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në zonat e izoluara malore, gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, nuk përjashtohen rreshqit të dobta dhe afat shkurtra shiu. Paraditja do të jetë me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell intervale me diell dhe vranësira lokale në disa rajone perëndimore dhe veriore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovicë, 12 deri në 29 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 29 gradë. Pej, 12 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 30 gradë. Gjakov, 13 deri në 31 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 30 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 29 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 29 gradë. Kaçanik, 11 deri në 28 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.